Në kuadër të muajit ndërgjegjësues për internetin e sigurt, Shërbimi Psikosocial pranë Zyrës Vendore Arsimore Shkodër në bashkëpunim me TV1 Channel organizoi kampionatin e debatit 60 sekonda argument, duke vendosur në qendër të vëmendjes sigurinë dhe përgjegjësinë e të rinjve në hapësirën digjitale. 9 gjimnaze të qytetit dhe 18 nxënës të përzgjedhur u përballën në 3 raunde sfiduese debati. Ky format inovativ kërkon që secili pjesëmarrës të paraqiste argumentet e tij brenda 60 sekondave. Një formë dinamike që synon të nxjisë mendim kritik, reagim të shpejtë dhe aftësi për të strukturuar qartë qëndrimet mbi çështje të tilla si siguria online, bullizmi kibernetik dhe etika digjitale. Në përmbyllje të një gare të fortë, vendi i parë shkoi për Andir Belishën, nxënës i Marif School, vendi i dytë për Adriana Kroni, nxënëse gjimnazit At Pjetër Moshkalla, dhe vendi i tretë u fitua gjithashtu nga një tjetër nxënës i gjimnazit At Pjetër Moshkalla, At Marselia. Në përditshmëri secili nga ju me njëri tjetrin përballeni me debate, diskutime, por ky format i sotëm shërben pak edhe për të ndërgjegjësuar secilin nga ju që komunikimi me njëri tjetrin me argumenta bëhet pa e çuzanin, pa e ngrit zanin, po thjesht me argumenta të qëndrueshme, bindse, dhe secili nga ju në këtë kuadër ndërgjegjësohet edhe për atë çka mbron dhe çka i del për zot. Një internet i sigurt nuk është vetëm ajo përballja me realitetin çka na jep ekrani me cilin ne komunikojmë. Interneti i sigurt kërkon një nivel të lartë ndërgjegjësimi dhe qytetarie. Dhe qëllimi i këtij debati ky është. Shërbimi psikosocial në shkolla vijon të luajë një rol thelbësor në mbështetjen emocionale dhe sociale të nxënësve, në promovimin e mirëqenies psikologjike dhe parandalimin e fenomeneve si bullizmi dhe dhuna. Përmes këtij aktiviteti ndërgjegjësues synohet ndërtimi një klime pozitive dhe gjithëpërfshirëse në institucionet arsimore, duke edukuar brezënëri me vlera, përgjegjësi dhe aftësi për t'i përballuar sfidat e epokës digjitale. TV1 Channel do të transmetoj të plot këtë kampionat ditën e premte, datë 27 shkurt, duke nisur prej orës 18:30.